Hapi i parë i pacientëve është nëse ka pasur një stabilitet klinik gjatë kohës së të nxehtë dhe me ardhmën e të ftohtit kanë filluar përkeçime klinike. Hapi i parë është një rivlerësim i gjendjes klinike të pacientëve në atë mënyrë të shohim si të veprojmë tutje, me çfarë medikamente të shkojmë, me çfarë dozash të shkojmë, të rritim apo të zvoglojmë apo të bëjmë ndonjë plotësim ndryshim në kuadër të terapive. Por ajo që rekomandohet tek pacientët zakonisht hapi i parë është të ikim sa më shumë ekspozimin ndaj të ftohtit, të ikim sa më shumë kontakte me të ftohtë dhe substanca të ftohta. Gjithashtu, nëse është e mundshme të ikim edhe ambiente ku lagështia është e madhe, sepse në ambiente ku lagështia është e madhe edhe risku për të shfaqur ankesa klinike më të rënda në kuptim të dhimbjes ose ëndjet të nyjeve është jashtëzakonisht i madh. Dhe thënë të drejtën, me ardhmën e të ftohtit tash është karakteristike ndryshimet klimatike që shfaqin ndryshimin e gishtat e duarve, kur ne kemi një fenomen Raynaud që shpesh quhet si fenomen tringjyrësh, kur pacienti në kontakt me të ftohtë, me substanca të ftohta, shfaq ndryshime lëkurore, ku gishtrinjtë e duarve nga dukja normale kalojnë në ngjyrë të bardhë, me pastaj në ngjyrë blu dhe në ngjyrë të kuqe, çka do thotë kemi të bëjmë me çrregullim në nivel të furnizimit me gjak të asaj pjese, dhe sa herë që pacienti shfaq këto ankesa klinike, është urgjent kërkimi i ndihmës së reumatologut, sepse më lehtë është ta mjekojmë fillimin e problemit, sesa më vonë të mirëm edhe me komplikacion që ai problem mund të na shfaqë. Doktor, cilat nga sëmundjet reumatike ndoshta janë më të ndjeshme gjatë ndrimit të stineve apo dhe të ftohtit? Zakonisht me ardhmën e të ftohtit, forma më e shpeshtë e artritit që ne e quajmë si osteoartrit ose shpesh si artroz, është forma më e atakuar sepse është një sëmundje që ne themi është sëmundje e konsumimit të nyjeve ku indi kërcor fillon të zvoglohet, dhe në këto pacientë zakonisht mund të manifestohet me dhimbje të nyjeve, me kufizim në lëvizshmëri, por në qoftë se këta pacientë i ikin ekspozimin ndaj të ftohtë dhe respektivisht mbajnë nyjet e tyre në një ambient më të nxehtë, dhimbjet do të lehtësohen. Arsye pse kjo mund të ndodhë sepse me ndryshimet klimatike, respektivisht me ardhmën e të ftohtit, lëngu, nivel të nyjes që ne themi lëngu synovial bëhet pak më viskoz, lëvizshmëria e tij do të jetë më e ngadalshme dhe se dhimbja mund të provokohet në një farë mënyrë. Por gjithashtu edhe me ardhmën e të ftohtit dhe furnizimi me gjak në nivel të periferisë do të jetë më i zvogluar për shkak dhe do të rritet kontraksionet apo spazmet apo shtangimet muskulore që në një farë mënyrë neve na projektohen me dhimbje.